Unë i kom pas 7 vjetë ku janë në Trieste. 7 vite në Trieste. Aty u shkolluat, po si lindi ky pasion i kuzhinës? Në kujtime të së shkuarës apo çfarë? Valloj, kom pas pasion vetë, që shto se unë kam familje kuzhiniera o si punojna për restoranta, hoteleri, kom pas vetë dëshirë, unë kom pas shef o futbollist o kuzhinier. Moma, ku jam shku, ne kryva shkollën, u shkuve thash mam, po kam qef më bon kuzhinier, aja theke jo, se so shkollë e mirë, unë të kom për këtë në Itali për më bo doktor, ke shef doktor, si krejt familje. Për kuzhinier tha rinim Kosovë, tha jo. Ma mirë rinë në Kosovë, ja po e gorve, s'ke shef, normal, se është kuzhina, so s'ke ka lajsh. Edhe që shto ka dal dole, thash, kisha dëshirë të modhe për kuzhinë, se kam pasion, okej? Edhe pi kuzhinës tani, kum kry shkollën në Trieste, ku i kum bosh 18 vjetë, ja kom fillu për eksperiencë, që është me shkuna për kuzhina, shefat fort, më mësu, ka dal dole, dhe sa tani jam bone shef vetë. E flasim pak atë momentet e para, do me thënë, shkollimi në Trieste, pastaj ka një ndales tuajën e cila duhet t'ju këtë dhënë shumë zemër, edhe zë në një farë mënyre, që është të një tjetër shqiptar i Maqedonisë, shqiptar i famshëm si Rana Recep në Norma. Si është kjo moment? Apo pse shkuat ju atje? Apo atje është, si be thënë, kulmi, duhet prekur? Okej. Unë i tash që shja këna nisi, në orë në Kosovë, pi Kosovë shumë fali në orë në Trieste, si tonë. Krejt ka dal dole të organizu jetën, të organizu krejt familja jeme senet, ja kom njës me në kuzhinë, kom pos pasion të furt, okej? Edhe ka dal dole tani, unë reqa me moment, se kështë qef shumë më bone, kështë doktor, i porri fëmi, ma i modhe jam i familjes, tani kështë qef aje, mu doktor, avokat si tonë, po unë kisha qef kuzhinë. Tani kryva kuzhinë në Trieste, jam shkuvesh me punu me Michelin star, top restoranta, top chef, edhe ka dal dole, dhe isa i komposun, dhe isa jam shku dhe në Nomad i Copenhagen, se është një restorant top in the world, është maj miri në botë, okej, restorant, kum punu ato, jam shku në Francë, kum punu me 3 Michelin star, dhe isa ku i kum bone 24 vjetë, ka thirë një super chef si o këtu në Itali, si ko emnin Canavacciolo, më tha, ke punu 5 mujde të one, ke pëlqy shumë, ani pra dhe që a uar momenti më këthy këtu në Itali, e merë restorantin tem. Edhe tani pi 24 vjetë, ja kom njësone më bo chef vetë. Era e parë, shef kuzhine ka qenë 24 vjeç. 24 vjetë, po. Edhe tani kina marrë yllin, Michelin star njo, edhe jam veç, one se kam Michelin star në Kosovë, kam qef. Po pra, për këtë dua të më ndalosh, se ti e kalon kështu të CV-a, më thënë, si është historia e Michelin star, si i more, që ndodhi? Më thënë, si funksionon zgjedhja? është personale apo është e restorantit? Është normal personal, është personal i kuzhinës, shefet, tani do të një procedura është okej, do të me pa pjotat e mira, do të me pos një standard shumë të fort, të madh, nuk mujnë me marrë ton Michelin star, se do të me majtë një standard elevat, shme thonë të madh. Qëfar janë ato që përcaktojnë standardin? Si e merti Michelin? Standardin është ekipin kuzhinë, do të me pos shumë vetë, 7-8 ekipa në ekip, një standard do të me pos da pjota, si do të me organizu, mi bon gjithë, me inovacion, me mësu, mi bosan e tjera, edhe me moj standardin elevat shumë, që me thonë shërbimin kamerjeri, kuzhina, që me thonë dej pjota, porcelana, që kaj sene do të me pos shumë top. Dhe ata të vendosën që ti e meritoje këtë gjë. Çfarë ndodhi pastaj me ty në momentin që ti more këtë, se ky është si të marrësh një çmim të rëndësishëm në shkencë, në libra, kështu është kjo në kuzhinë, është një është shumë e madhe kjo sens, është e vogël, okej. Tani jam knoq, okej. U knoq edhe familja jeme. Po pra thanë, s'ka problemi së bëre doktor.
Po kënaq edhe po. Tani e mora Michelin Star, del kemni jem maj shumë, okej? E men Haziri ka marrë Michelin, edhe më ka jop shumë vizibilitat, që shtiret në Kosovë, si u dol emni jem, okej? Si më konë një futbolist, si është i fort e ka dal dolo të shku për para. Qashtu, tani piqatuhet, unë e kom bë 3 vjet e gjys të punu në Torino, e kom pos Michelin yllën tem, edhe tani ma ka qel deren pak, okej? Jam shku tani në Courmayeur, kom bë një restorant vetë, këtu janë Milano, si po kena qef me morë dhe këtu yllën, i sholla në antër e këshyre ma e morëm që të vetë, edhe piqatuj tani mi ka qel shumë sene. Jam shku, më thirë ingjinja më janë req restorantin, më thirë ingjinja për me bo magari një menu, kum fitu edhe Under 30 Forbes, edhe aja unë ka jop shumë, që shme thonë, vizibilita, si unë ka që për para, edhe tash të mirë, i kom këtu një restorant Milano, kam tjera konsulencë, si shka janë req restoranta, tjera persona, tjera biznesmena, edhe mirë, ashtë për këshyrë me morë këto yllin. Çfarë bën marrja e yllit? Çfarë sjell biznesit? Përveç vizibilitetit. Mi morë Michelin Star të garanton se i ki restorantin o hotelin 20-30 pak persona mosafer të garantuar gote. Garantuar. Që ata vinë nga ylli, dhe më thënë ajo është garancia, që futu se është mirë. Sajde na për Europë, na për krejt është kultura, me shku me hongër, okej, Michelin Star, me këshyrë sene restoranta si që tjera sene, okej, së është normalisht si ti bojnë pjotat, që është me thonë normal. Si quhet tani, ajo që ti drejton është Procaccini në Milano? Restoranti këtu, Procaccini Milano, e jena në midis restoranti këtu, midis qendrës në Milanos, është restorant fine dining, edhe i kam 12 kuzhiniera në kuzhinë, edhe one, edhe mirë. Po si është për shembull aty, se ne shikojmë filma me shefa kuzhinën, ne nuk e dim si funksionon një kuzhinë. Kështu është si film apo? Goti si film, po realta është tjetër sen. Realta do të më thonë se do të më qunë sabah, me shku në kuzhinë, ka herë s'ki qef, ka herë ki qef, do të me shku mi organizu pjotat, mi bon, me punu, so është pun e kalajshëm. So është pun se mundet me bot tonë, se s'ki jetë personale, okej? Je gjithë në kuzhinë, o je gjithë i morë me të lifarsene, o me gjenë, o me restorant, o me... Po do të me pos pasient fort për që ata. E kuptoj, sepse është vetëm ajo. Veç aja, po normal. Tash të ne baj edhe një program këtu në Itali, si është Rai 1, okej, o një shtune në Sabah, edhe aja të një të merë, o video të si bajone... Më trego, nuk e di këta. Më trego pak çfarë bën në Rai 1 në mëngjes? Tash të Rai 1 më ka thirrë se kësa di në Itali, unë jam shumë i ngjofshëm si kuzhinier, okej, edhe më ka thirrë Rai 1 për me bon shtunë e bëj një recet, okej? Edhe që shtu ja kom një recet. Recet, bën recet, për mëngjesin e Rajunës, po. Për mëngjes Rajunës. E shkajon ato Rajunës, bina ata këtu, i bojna videot, e bojna receten, kështu tani shpim unë me bo qasë recet. Po shumë interesante kjo gjë. Kjo besoj të ka dhënë edhe më shumë famë në Itali. Kjo më ka dhënë shumë famë, po. Po ne ku morë shumë famë, ku e kom fitu Under 30 Forbes edhe Michelin Star, normal. Jam konë në shef i një shef shumë i fort në Itali, edhe piqatuj tani ku morë. Ndërko, çfarë receta është bën ti për Rajunën? Vetëm italiane, apo? Veç në Itali, po, këtu. Në Itali kam... qëtë program që më thirën edhe e baj. Jo, po flasë për recetat që ti sugjeron, janë vetëm italiane, apo ke futë edhe pak veç italiane, po, ja, veç italianve edhe, po, në Instagram teme, në TikTok, i kam të mijat personal, e kam një ekip, si që shumë thonë,
që mi bojnë senet, okej, me gjenojnë senet, tipo, mi bojnë videot, më thujnë qa me bojnë, që shmi nëreqë, jam të bo pjota të Kosovës. Këtë dua të dija, e ke filluar ti tregosh pak pjatat e Kosovës dhe cilën për shembull? Ka dal dole po bëj da pjota, ka dal dole jam të i organizu, të i bo da video, edhe që shekojmë në bre. Në Instagram teme, në profilo tem, edhe TikTok, i she, mundi mi po. Për shembull, Flin, si mund ta sjellim Flin? Flia është pjota, Flia është pjota ma e mira, se më pëlqen ma shumëte, okej? Kur kthejnë në Trieste, nona jem e boba, edhe unë e thirrë një naksham për pora, mom, që shtu nesër ka me ora tjenë në Trieste, aja e den se ka me bo Flin. Sa? Veç sos kallaj, me bo këto restorant teme këto sos kallaj. Ama e bukur, me gjithë yjet që ke marrë, e me gjithë famën që ke siguruar në jetë, prap kokën e kete Flia e Kosovës. Po, e një familje teme, jena gjithë folëm Shqip, tradicionin e Kosovës, e mojna, edhe s'ka herë kthejnë edhe në Kosovë, edhe kam qef me posën e shqiptarë që shkojnë për para, me thonë, patriot, Patjetër, ne do mbështesim njëri tjetrin, se ndryshe nuk ja dalim. Të kërkojnë, janë duke të kërkuar në kuzhinë, apo? Unë falë? Po të kërkoni në kuzhinë tani, them, se më duk sigur po shikoje ka andej. Jo, anena o kuzhina, jam veç i këshyra. Se po të duash, mund të marrësh dhe celularin dhe të ma tregosh edhe mua kuzhinën tënde. Më pëlqen. Okej, ane. Ta si thama aty, e të qesëm kuzhinën pak. Okej, do doja ta shikoja pak, ta shikoja diçka më shumë. Vinë shqiptarë aty te këti? Vinë, kanë qef se, qysh me thonë, i vjen quditen se është në shef i Kosovës në Itali, se është pak se i madhë, okej? Kanë qef, vinë, hojnë, i pëlqen, që është fantastik. Dhe pastaj në fund, ti i përshëndet Shqip, kjo është e bukura. Jo, po unë e folja Shqip, tashtën e ka pak që shto. Jo, po të dëgjoja në videot e tua me italishte fantastike. Do të nuk besoj se të pyesin a je italian apo jo, nuk dukesh, nuk kanë... Jo, ato më vesë, jo, ata vinë felës, ata i dinë, okej? Vinë shumë për Albanisë, vinë këto, e bojnë weekend, edhe tani vinë në kësha me hongër të one këto, ata e vej se na është shefin në restorant, po vinë këto e hojnë, unë tani e di se unë e bjemnet, të kodi këshyre, që kojmë një plan, so gjeni kena në aksham, unë e këshyre bjemnat edhe i shesi janë shqiptarë. Shikon bjemnat dhe shikon që janë shqiptarë. Dëgjo, po qef është kur ti për shembull ja ke dalë, djali që iku nga Kosova, ja doli, dhe aty vinë njerëz të tjerë që me siguria kanë dalë, përderisa harxojnë, sepse është restoranti shtrenjtë. Pra praktikisht njerëz që bëjnë diçka dhe mund të shijojnë pastaj suksesin e njëri tjetrit. Ky është një lajm i mirë për ne, është bukur. Shumë është e mirë, se është puna se unë jam nisë për Kosovës me familje krejt, jo zero, minus zero. Edhe tani me mujtë, më bodi kosh me që përpora tradicionin e Kosovës, shqiptarit, qa jom kam qef për që ta. Edhe ku të shose edhe shqiptari ka qef, edhe i pëlqen, është satisfakcion e fort. I njeh shefat e kuzhinës në Shqipëri, do të njeh dikë, apo s'ke shumë komunikim, apo në Kosovë? Në Kosovë, ashtu s'kam shumë komunikim, pse unë gjithë kam sene kësajlina për Itali, për jashtë, okej? Po që një vjetë e kom organizu hotel Sospiro atje të Prishtina, restorant Sospiro. Jam shku me ekipin tem, e kena nëreq krejt, e tani na këthy.